Lëre më pastaj të ketë në rëndësia është e drejt apo është e pa drejt. Mjafton të jetë e fort, mjafton të jetë tronditse, mjafton të jetë zemruse, mjafton të jetë skandaloze. Prandaj jetojmë në një kohë kur britma udhton shumë herë më shpejt se sa argumenti. Kur shpifja jo vetëm udhton shumë më shpejt se përgjigjëstrimi, po ndërkohë që ti e përpjekur të bësh përgjigjëstrimin, 3 shpifje të tjera të kanë parakaluar. Është një garë komplet e pamundur. Emocioni mbërrin shumë më shpejt se arsyeja dhe pastaj merr peng followersat dhe likersat dhe nuk i lë të shohin arsye, po thjesht i nxit të përqafojnë emocionin. Dhe pikërisht në këtë klim ndodh edhe diçka tjetër. Sa herë që krijohet një krizë, sado e vogël, shpërthen një egzaltim kolektiv. Papritur të gjithë ndjejnë nevojën të bëhen pjesë e saj. Jo domosdoshmërisë se kanë diçka për të thënë, jo domosdoshmërisë se kanë lidhje me arsyen se egzaltimi shpërtheu, por për faktin se është krijuar një skenë për të dukur dhe për të mbledhur me babzi, babzin që algoritmi ta nxit njësoj si droga nxit dikë që të shtoj dozën, like-er, followers. Sa herë keni dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve nga njerëz që kur në jetën e tyre as nuk e kanë imagjinuar që të përzihen me politikë, me protesta, po janë bërë parallinj me shal edhe me kremra, që të shfaqen atje bashkë me shalet dhe kremrat e tyre sepse është trendi. Kanë frikë të mbeten jashtë valës. Sepse në ekonominë e vëmendjes heshtja nuk shpërblehet. Shpërblehet vetëm pjesëmarrja. Shpërblehet vetëm ai që ka kurajën të hyn garë. Shpërblehet ai që bën videon më dramatike, nuk ka pikë rëndësie nëse protesta zhvillohet në një bregdet të Spanjës. Mjafton që ti vendosësh shenjën Tirana s'ka as det, po kjo nuk ka pikë rëndësie, dhe të vendosësh aty një turm që diçka thot në spanjisht, por me titra lexohet vdekja e Izraelit. Ai që do të bëjë postimin më të fortë, ai që do shpallë katastrofën më të afërt, ai që do lajmërojë ndëshkimin më të egër, ai që do parashikojë fundin më spektakolar të kujdo qoftë që është përballë, ai shpërblehet nga algoritmi. Dhe një protest nuk është më protest. Është skenë, është treg. Një treg emocionesh, klikimesh, një treg morali, madje edhe një treg karrierash. Po në të gjithë këtë, ata të karrierave janë më qesharakët. Janë qesharak sepse nuk e kanë marrë vesh akoma që me Partinë Socialiste dhe me ne nuk fitohet duke dalë me lugën e ndryshkur në tregun e karrierave të humbura. Dhe patjetër që algoritmi e ka të domosdoshme të shfaqet dhe profetët që lajmërojnë fundin e botës. Analistët që bëjnë analiza pa fakte, strategët që nuk dinë se ç'është bësh një strategji sektoriale, revolucionarët që ushqehen me ëndrrën e revolucionit, por që s'kan lidhje me revolucionin,
patriotët që nuk ja kanë haberin punës dhe kronikanët e ku të ndodhur.